Një filxhan lëng domatesh shëron shumë probleme. Gjatë kohës së fundit, hulumtimi ka gjetur se lëngu i domates zvogëlon rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Ekipi i studiuesve ka bërë të ditur se një filxhan me lëng domatesh ndihmon në balancimin e shtypjes së gjakut dhe nivelit të kolesterolit, citon Medical News Today. Hulumtuesit kanë shpjeguar se një domate përmban një shumëllojshmëri të përbërjeve bioaktive si karotenoidi dhe vitamina A. E gjithë kjo përbërje që gjenden në lëngun e domates ndihmon në ruajtjen e shëndetit fizik dhe psikologjik, përfshirë edhe parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Përfshirja e domateve në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të marrë efekte të mira ushqyese. Ndaj edhe ekspertët vazhdimisht këshillojnë në konsumin e domateve për të marrë këto element të veçantë. Domatet janë një perime shumë e mirë e cila mund të konsumohet gjatë gjithë vitit, por gjatë sezonit të tyre duhet i përfshini më shumë në dietën tuaj, qoftë edhe në formën e lëngut për të marrë të gjithë këto elementë të rëndësishëm.